Ai është nderuar me titullin Shqiponia e Artë. Për kë bëhet fjalë? Bëhet fjalë për Vajid Sejdiun, mësuesin e Shqipës, të cilin tashmë e kemi në linjë të drejt për drejt. Përshëndetje. Përshëndetje, dëgjohemi. Shumë mirë, shumë bukur. Edhe shihemi njëkohësisht. Faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje juve në studio dhe ju faleminderoj për ftesën. Është kënaqësi. Dhe po besoj që po bëni një punë të mirë, të cilën duhet që ta respektojmë. Edhe ne, edhe të gjithë shqiptarët dhe ta marrin shembullin e juaj natyrisht, sepse shqiptarët e dim që janë si hithat, kudo në botë ka shqiptar, ndërsa iniciativat të tilla merren në shumë vende, por ka hapësirë edhe për shumë vende të tjera që të mos lihet anash, por gjeneratave të reja. Edhe atyre të mesme, sepse disa prej tyre kanë filluar që të harrojnë gjuhën shqipe, t'u rikujtojmë se pa e njoftë gjuhën shqipe, pa e njoftë kulturat e traditat tona, nuk mund t'i mësosh as ato në vendet në të cilat jeton, frymosh e shkollohesh. Padyshim, gjuha anëtare, gjuha e nënës është thelbi i çdo gjëje në jetë për të gjithë ata fëmijë të cilët pa fajin e tyre lindjen dhe rritën larg atij. Tani më lejoni t'i them disa fjalë për organizimin e shkollave shqipe në Zvicër, ku me të vërtet kohëve të fundit është bërë një punë jashtëzakonisht e madhe në shërbim të familjeve të mërgjimtarëve shqiptarë, duke u bërë apel të gjithë atyre që fëmijët e tyre t'i këshillojnë dhe t'i drejtojnë rreth pikave shkollore, rreth klasave të cilet janë organizuar pothuajse në mbar Zvicrën. Dhe për fat të mirë, këto këshilla mërgjimtarët shqiptarë i kanë marrë shumë seriozisht dhe gjatë 4-5 viteve të fundit kemi një rritje të dukshme të shkollave, të klasave dhe natyrisht të fëmijëve shqiptarë të cilët vijojnë mësimin në gjuhën shqipe. Gjithmonë e kemi thënë se emrat e bukur të atyre fëmijëve shqiptarë të cilët prindërit e tyre i kanë pagëzuar nga dashuria e madhe që kanë për ta, lënë shumë për të dëshiruar pa gjuhën shqipe, pa gjuhën anëtare, pa gjuhën e nënës dhe në këtë mënyrë mundohemi të ndërgjegjësojmë të gjitha familjet shqiptare që fëmijët e tyre ta mësojnë dhe ta ruajnë gjuhën shqipe. Flasim për çmimin që morët në samitin e diasporës, e prisnit, e dinit, mos më thoni që ky është nderimi i parë që është bërë për kontributin që keni dhënë dhe vazhdoni të jepni për gjuhën shqipe atje ku jetoni? Jo, tani unë jam mësues që i takoj gjeneratës që kam kontribuar, kam dhënë një përkushtim të veçantë, një angazhim të veçantë në fushën e mësimit në gjuhën shqipe, në përhapjen e dritës së diturisë në gjuhën shqipe, kudo ku kam punuar gjatë këtyre 3 dekadave, dhe natyrisht edhe mirënjohjet edhe vlerësimet nuk kanë munguar. Por në mesin e tyre dallohet vlerësimi i fundit që është bërë në samitin e 4 të diasporës në Tiranë, në kryeqytetin e shqiptarëve, siç jemi mësuar ta themi, ku ishin pjesëmarrës mërgjimtar, veprimtar, aktivist dhe emra të përveçëm nga të 4 anët të botës. Dhe ky vlerësim për një mësues i cili ka kontribuar me vite në shërbim të gjuhës shqipe, patyshim se është i veçantë dhe natyrisht edhe mediat e kanë kapur si të tillë, sepse të vlerësosh një mësues është një punë e çmuar, është një vlerësim i lartë, sepse mësuesit janë ata të cilët japin një kontribut vullnetar në mërgatën shqiptare, me të vetmin qëllim që të përhapin dritën e diturisë në gjuhën shqipe sa më shumë dhe natyrisht që gjuha shqipe të gjejë vend në familjet shqiptare kudo ku janë. Dhe për mua ishte një gëzim shumë i madh, ishte një vlerësim jo vetëm për mua në rend të parë, por për të gjithë ata nxënës, ato gjenerata të cilët kam pasur në bankat shkollore, ishte një vlerësim për të gjithë prindërit që i kanë dërguar dhe i dërgojnë fëmijët në shkollën shqipe, për kolegët e mi, për bashkëveprimtarët, për prindërit e arsimit shqip dhe natyrisht për të gjithë ata të cilët kontribojnë dhe në këtë mënyrë ishte edhe një vlerësim për institucionet të cilët në këtë moment kanë kapur një gjë të tillë për ta vlerësuar.
Natyrisht këto çmime të bëjnë të ndjehesh mirë kur vlerësohet puna, mundi të cilat janë të pareshtura, por po mendoj që ju keni shkuar edhe pak më larg në punën të cilën e keni bërë duke bashkëpunuar dhe duke bashkëvepruar për të sjellë mësimin në shkollat në Evropë në përgjithësi, bashkëpunime që keni pas ndër vende të ndryshme. Po besoj që kjo ka qenë sfidë më e madhe dhe kjo është dashur me u bë, ndërsa ju e keni bërë shumë herë këtë. Absolutisht është një ngarkesë shumë e madhe. Mbi të gjitha është koha ajo e cila nuk premton edhe aq shumë, por në bashkëpunim, siç thash, me kolegët, me prindërit shqiptar kudo që janë, jemi munduar të bëjmë më të mirën të mundshme dhe natyrisht në rrugtimin tonë të përbashkët ja kemi dalë, ja kemi arritur. Dhe gjithë kjo është bërë edhe në bashkëpunim me institucionet tona në Prishtinë dhe Tiranë dhe ky motivim dhe ky vlerësim thjesht është edhe një obligim edhe më i madh që në të ardhmen të punojmë edhe më shumë në shërbim të gjuhës dhe kulturës kombëtare, sepse ruajtja e identitetit nuk është diçka thjesht, është një punë, është një ngarkesë e gjithanshme dhe në këtë mënyrë mundohemi të bëjmë më të mirën e mundshme për fëmijët shqiptarë, për të rinj shqiptarë të cilët kanë shumë nevojë për të. Më intereson aktualisht si është gjendja në diasporë, në Zvicër, por dhe në vendet e tjera. Si është gjendja e fëmijëve, si qëndrojnë ata me gjuhën shqipe. Dikur e dim që edhe vetë prindrit kanë ruajtur pak më shumë kulturën, traditat dhe kanë investuar shumë që fëmijët e tyre të mos e harrojnë gjuhën shqipe. Po sot? Mendoj se vazhdohet me të njëjtin ritëm, dikun më shumë edhe dikun më pak. Veçanërisht aty ku ka klasa në gjuhën shqipe, ruhet gjuha më mirë, sepse më mirë se në objekte shkollore askund nuk mund të ruhet gjuha shqipe, edhe përkundër faktit se prindërit shqiptar, nëse marrim shembull Zvicër, Austri, por edhe disa shtete të tjera, mundohen që nëpërmjet përkushtimit të tyre familjar të ruajnë gjuhën anëtare. Por mbi të gjitha krijimi i klasave në gjuhën shqipe është ajo e cila ruan më së miri gjuhën shqipe dhe frymëzon dhe motivon fëmijët shqiptar që të vazhdojnë po të njëjtën detyrë dhe angazhim që kemi pasur ne prindërit, po dhe gjeneratat e mëhershme në vazhdimsi. Gjatë këtyre ditëve kam lexuar një lajm që Zvicra po investon 1 milion euro për të zbuluar rënjet e gjuhës shqipe. Nuk e di nëse ky lajm ka dal nga mediat atje në Zvicër, apo sepse kam lexuar te një portal shqiptar. A është e vërtet? Dhe pse tani unë nuk kam arritur ende të vërtetoj një gjë të tillë, por ajo që është shumë me rëndësi është që gjuha shqipe është gjuha e shekujve dhe për këtë arsye ne të gjithë shqiptarët duhet të interesohemi. Unë arrita në samitin e diasporës institucioneve shqiptare t'ju ofroj një ide, t'ju jap një ide që ne të gjithë së bashku, institucionet në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni të Veriut dhe në gjitha trojet shqiptare, së bashku me mërgatën shqiptare, të bëhemi bashkë, të punojmë, të bashkëveprojmë, të bashkërendisim aktivitetet për të krijuar atë gjuhësor të shqiptarëve. Kur themi atë gjuhësor të shqiptarëve, duhet të marrim shembull vëllezërit arbaresh, të cilët për fatin e tyre u detyruan të largohen para 5 shekujve dhe asnjëherë nuk kthyen atë. Dhe fakti është se sot më së gjysma e kombit është larg atë jeton në të katër anët e botës, por ka shumë nevojë për të ruajtur gjuhën anëtare, për të ruajtur gjuhën shqipe, sepse gjuha shqipe është një pasuri kombëtare të gjithë shqiptarëve për të cilën duhet të kujdesemi të gjithë në të njëjtën kohë dhe bashkërisht. Më shpresoj që në takimet e ardhshme, në konsultimet e ardhshme, sepse unë jam edhe antar i Këshillit Koordinues të Diasporës, kam edhe një kontribut të shmuar së bashku me kolegët nga shumë shtete të botës ku jetojnë dhe veprojnë në kuadër të Këshillit Koordinues të Arsimtarëve të Diasporës, ku kemi bërë një punë të mrekullueshme, jo vetëm me tekstet e reja shkollore, me udhëzimet rreth kurrikulës së përbashkët
Dhe natyrisht me punën që kemi bërë dhe bëjmë në vazhdimsi, sepse kjo punë kërkon një angazhim të vazhdueshëm, shpresojmë që në të ardhmen do të jemi më të ndërgjegjshëm, do të jemi më të gatshëm, do të jemi më punëtor në kuadër të ruajtjes së gjuhës shqipe dhe mbi të gjitha, siç thash, krijimin apo ndërtimin e adheut gjuhësor të shqiptarëve, kudo ku janë. M'intereson edhe një çështje, duke ditë që ju veproni në Zvicër, edhe në Zvicër ka shumë të ardhur nga vendet e tjera. A veprojnë njëjtë apo ngjashëm edhe të tjerët për ta ruajtur gjuhën e tyre, kulturën, traditat? Qoftë një Amerikan, një Afrikan apo dikush tjetër? Apo neve na intereson më shumë vetëm për shqiptarët atje, për gjuhën shqipe? Shiko, edhe kombësit e tjera interesohen jashtëzakonisht shumë. Ka shembuj të ndryshëm, veçanërisht popujt të cilët nuk kanë arritur të krijojnë shtetet e tyre, kujdesen më shumë sa ato që i kanë shtetet e tyre, dhe mbi të gjitha ka dhe institucione të cilët kujdesen për gjuhën e tyre. Unë shpresoj që në të ardhmen e afërt do të ketë rezultate më të dukshme, sepse në bashkëpunim me institucionet, Mërgata Shqiptare mund të bëjë një punë shumë më serioze, shumë më të koordinuar dhe natyrisht shumë të dobishme për gjeneratat e reja. Sepse në Zvicër dhe në shtetet e Evropës perëndimore dhe jo vetëm, kryefjalë është dhe duhet të jetë është ruajtja e gjuhës, sepse gjërat e tjera janë më mirë të organizuara dhe ato nuk janë në dorën tonë, janë në dorën e institucioneve vendore, si vendet e punës, si studimet për të rinj. Dhe natyrisht në Zvicër ku dallohen shumë gjëra, numri i intelektualëve, numri i studentëve, doktorantëve dhe postdoktorantëve është ka filluar të rritë dukshëm dhe ne përbëjmë një forcë të dobishme jo vetëm për shtetin e Zvicrës, por edhe për shtetet tona Shqipëri dhe Kosovë. Një punë e mirë natyrisht që bëhet edhe më e mirë kur ekziston bashkëpunimi në mes të institucioneve në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni të Veriut, gjithashtu në Maltëzi. Çfarë bashkëpunime keni me përfaqësuesit e institucioneve tona, konkretisht atyre të arsimit? Fusha jonë është fusha e arsimit, por ne mundohemi që të japim këshilla ide edhe në fushët të tjera. Me institucionet tona të arsimit, siç thash, tani më kemi tekstet shkollore të përbashkëta Shqipëri-Kosovë për fëmijët e Mërgatës Shqiptare, që është një rezultat shumë i mirë. Kemi trajnime në mësuesve të cilët e zhvillojnë dy institucionet, Ministri i Arsimit Republikës Shqipërisë dhe Republikës Kosovës, në pjesën ndërmuese të shteteve ku jetojnë dhe veprojnë shqiptarët. Mundohemi që nëpërmjet revistave të bëjmë prezantimin e punës së mësuesve, të klasave ku punojnë ata dhe natyrisht nxënësve të fëmijëve të cilët vijojnë mësimit në gjuhën shqipe dhe janë histori suksesi aty ku jetojnë dhe mësojnë. Nëse kthehemi paksa natyrisht në disa javë më herët, çështja kryesore ka qenë edhe protesta e studentëve në Shkup në lidhje me të drejtën e provimit në gjuhën shqipe. Ti je nga Kumanova vetë me origjinë, ke lindur në Kumanov. Po, vërtet, unë jam nga Kumanova. Se je shqetësuar edhe ti për këtë çështje, ke parë dhe protestat? Ky shqetësim dhe shqetësimet e këtilla më kanë shoqëruar gjithmonë gjatë jetës. Dhe natyrisht kur e mendon një gjë të tillë, kur një ish nxënës nga Kumanova, ish student i Universitetit të Prishtinës, merr një mirënjohje për punën dhe për kushtimin që ka bërë me kolegët, me nxënësit dhe prindërit shqiponjën e art, është padyshim është një rezultat dhe natyrisht është një vlerësim shumë i lartë. Sa i përket studentëve shqiptar të cilët me pa të drejtë ju mohohet gjuha amtare, ju mohohet gjuha e nënës në vendin e tyre, në vendlindjen e tyre. Në pjesën e adheut ku i themi troje shqiptare është padyshim është tepër serioze dhe tepër e dhimbshme. Edhe pse unë i takoj gjeneratës ku një diskriminim të tillë e kemi përjetuar me vite, me dekada e kemi përjetuar dhe shpresoj që këto gabime shumë të rënda mbi popullin shqiptar, mbi të rinj shqiptar, mbi studentët shqiptar të përmirësohet sa më shpejt
Dhe unë, si që kam apeluar gjithmonë të klasa politika, apeloj edhe ditët e të sotme, se shqiptarët, kur është fjalët me gjuhën shqipe, për kulturën, për identitetin kombëtar, gjithmonë duhet të jenë bashkë, gjithmonë duhet të shërbejnë asaj që i themi gjuhë shqipe, sepse për ndryshe në mohohen disa gjëra, disa vlera, të cilët janë të pamohueshme, jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por të pamohueshme dhe në historinë e njerëzimit. Një gjë e tillë nuk mund të paramendohet, nuk mund të mendohet në Zvicër. Hapat e këtillë, klasa politike në Zvicër, kur në jetën e saj nuk ka marrë, nuk ka ndërmarrë, por përkundrazi, drejtoritë arsimore të kantoneve të Zvicrës na ndihmojnë që të përhapnim gjuhën anëtare, siç i thuhet në rregulloren e drejtorisë arsimore të Zvicrës, gjuhët e para. Na kanë ndihmuar që këto të përhapen sa më shumë, që të kemi sa më shumë nxënës duke na mësuar kushtet e jashtëzakonshme në kuadër të sistemit arsimor zvicran. Kurse në anën tjetër diskriminimi i atyre të cilët janë në tokën e tyre, janë në dheun e tyre, janë si të them, në shtëpinë e tyre, ju mohohet në pikë të ditës, është diçka e papranueshme. Dhe për këtë arsye faji na takon të gjithë neve të cilët nuk e bëjmë atë që duhet ta bëjmë çdo ditë në shërbim të gjuhës dhe të rinjve dhe të studentëve shqiptar. Kam një pyetje, ka ndodhur ndonjëherë në Zvicër që të vinë një zviceran, një i ri, një re apo një fëmijë që të kërkojë të mësoj gjuhën shqipe? Kjo pyetje shumë e mirë dhe është pyetje e kohës. Tani unë jam mësues i gjuhës shqipe dhe natyrisht jam mësues edhe në kurset e gjuhës shqipe për të rriturit. Dhe në mesin e të rriturve, jo vetëm që kam të rinj dhe të reja zviceran të cilët vinë mësojnë gjuhën shqipe, po kam edhe mjekun e shtëpisë i cili vjen të mësojë gjuhën shqipe dhe natyrisht të vizitoj Shqipërinë dhe tani Shqipëria që është bërë vend turistik i një numri të jashtëzakonisht të madh të huajve, jo vetëm në Zvicër, por edhe në mbar globin. Gjuha shqipe duhet ta gjejë vendin në mesin e gjuhëve më të rëndësishme në botë, sepse siç e thash, ajo ka histori më vete, por mbi të gjitha ajo ka edhe një të ardhme shumë të rëndësishme dhe një të ardhme të veçantë në mesin e gjuhëve botërore. Do doje të kishe, domethënë, edhe fëmijë zviceran, dhe cila do të ishte fjala e parë më e bukur shqip që do ja mësoje? Si zakonisht, ne në kurset e gjuhës unë filloj me përshëndetjet. Dhe këto janë ato fjalët magjike dhe pastaj filloj me gjërat më të thjeshta, me qëllim që ato fjalë që ju shërbejnë me rastin e vizitës që bëjnë në Shqipëri dhe në Kosovë. Dhe për fund, do t'jetë edhe ndonjë hap tjetër të cilin do t'a ndërmerrni ju si komunitet aty, bashkërisht edhe me komunitetin tjetër në diasporë në përgjithësi, për ngritjen e nivelit të gjuhës shqipe kudo ku ka shqiptar? Po, mendojmë shumë shpejt tani me rastin e përfundimit të vitit shkollor të krijojmë një kryezë bashkëbisedimi me aktorë shumë të rëndësishëm të cilët kanë kontribuar dhe kontribuojnë në shërbim të gjuhës dhe kulturës kombëtare. Shpresoj që në këtë takim do të kemi edhe përfaqësues të institucioneve nga Prishtina dhe Tirana, me qëllim që të bashkëbisedojmë, si thash më herët, se si të veprojmë, me qëllim të krijojmë atë dheun gjuhësor të shqiptarëve që t'i bashkojmë forcat, të marrim pjesë në aktivitetin ton të gjithëmbarshëm në ndërgjegjësimin e familjeve shqiptarëve, prindërve shqiptarë, që ata më shumë të punojnë dhe të veprojnë me fëmijët e tyre në shërbim të ruajtjes së gjuhës amtare, dhe të mundohemi të bashkojmë të gjithë faktorët të rëndësishëm të cilët ndihmojnë në këtë drejtim dhe gjatë këtij viti shpresoj do të kemi rezultate të dukshme. Dhe natyrisht në këtë rrugtim apelojmë, por dhe kërkojmë nga të gjitha mediat shqiptare, mediat kombëtare, qoftë në Tiranë, qoftë në Prishtinë, edhe pse unë jam shumë falendërues ndaj të gjitha mediave në këtë rast edhe ndaj televizionit 21, për kontributin e dhënë në shërbim të gjuhës, kulturës, po dhe të prezantimit të punës së mrekullueshme që bëjnë
të rinjt, të rejat në mbar mërgatën shqiptare, sepse tani më ata janë histori suksesi, ata janë një punë e mbar, ata janë një shembull që duhet ndjekur dhe natyrisht edhe dheu duhet të kujdeset më shumë për ta, por edhe pse jo, të rinjve dhe të rejave t'ju bëj vend në gjirin e vetë, sepse fundit e gjitha bëhet për gjuhën shqipe, për kulturën kombëtare dhe natyrisht për prezantimin sa më të bukur të dheu tonë të përbashkët. Edhe fal jush, kështu që vazhdoni punën dhe faleminderit. Suksese. Faleminderit shumë, unë në fund dua të jap vetëm një mesazh të shkurtër, meqense televizioni 21 është televizioni ndjekur nga mërgjimtarët. Aty kemi emisionin Fol Shqip, aty shumë shpejt do ta kemi televizionin 21 në një aktivitet që zhvillohet më 3 maj këtu në Zvicër, në shërbim të gjuhës me titull ADN-ja shqiptare, me qëllim që t'i informojmë të rinj dhe të rejat se që janë shqiptarë dhe pse jemi shqiptarë dhe pse duhet ta duam gjuhën, kulturën, flamur e identitetin tonë. Dhe dua t'ju drejtoj një mesazh prindërve shqiptarë që gjëja më e bukur që ata bëjnë në jetë është kur fëmijët e tyre i drejtojnë drejt këshillave me qëllim që ta ruajnë gjuhën, kulturën dhe identitetin kombëtar. Shpresojmë që do t'ja dalim, edhe jam më së i bindur dhe jam besim plot që së bashku mund të bëjmë punë jashtëzakonisht të mbarë. Patjetër që po, dhe njerë faleminderit, punë të mbare, suksese tutje.